Fitori roz është kujtesë për të gjitha ne që shëndeti është gara më e rëndësishme që mund të fitojmë. Jam mësuar të vrapoj gjithmonë pas qëllimeve, por asnjë fitore nuk ka kuptim pa kujdesin për veten. Kontrolli i gjirit nuk është frikë, është forcë, është që hap i vogël që mund të shpëtojë jetë. Prandaj, bëje pjesë të rutinës tënde, kujdesu për veten, vrapo për jetën. Në peshqritje mësoj çdo ditë se si të ngre më shumë, por ka një peshë që duhet ta ndajmë të gjitha, atë të përgjegjësisht për shëndetin tonë. Tetori roz më kujton se forca nuk është vetëm fizike. Është forcë të përballesh me frikën, të mos anashkalosh shëndetin, të kujdesesh për trupin që të mban në këmbë çdo ditë. Bëje për veten, për ata që të duam, për jetën. Një kontroll i vogël sot mund të të shpëtojë nga një peshë e rëndë nesër. Tetori është muaji që kujtojmë se forca nuk matet vetëm në ring, por edhe me guximin për të kujdesur për veten. Si boksiere, çdo ditë luftoj për të qenë më fort mendërisht edhe fizikisht, por betejë më e rëndësishme është ajo për shëndetin tonë. Kanceri i gjirit nuk zgjedh moshë, profesion apo stil jete. Prandaj, kontrolli i rregullt është një raund që secila prej nesh duhet ta fitojë. Mos e shty, mos e neglizho. Fuqia e vërtet qëndron në parandalim dhe dashuri ndaj vetes.